Nderoj edhe kontributin që ka dhënë Kroacia në raport me Kosovën, se ka pas një situatë dhe ne si shqiptarët Kosovës duhet çdo herë që ta lexojmë drejt këtë kontribut që ka pas politika, leadershipi politik kroat. Tema e parë e librit është jo vetëm kritika e mendjes politike, po tema e parë e librit është politika e identitetit. Me këtë çka merret ambasadori Kramarić merret me çështjet e politikës së identitetit në ish Jugosllavi, duke reflektuar sa për elitat politike, po as për elitat kulturore, duke marrë edhe me Kërlezhën, edhe me Peter Handken, edhe me të tjerë. Por vlera e librit është që nëse ne kemi menduar që politika e identitetit me fundin e luftës të Kosovë në 89 me shpalljen e pavarësisë të Kosovës e të Malit Zi takojnë të kalurës, tash për shumë që ka një rikthim të politikave të identitetit globalisht, prandaj edhe libri e ka një vlerë të veçantë. Libri trajton edhe problemin e rikthimit të historisë. Se na po jetojmë në kohë kur po na rikthehet historia. Rikthimi i historisë po ndodh duke pa një përpjekje të Serbisë për të ushtruar një rol të një shtetit hegemon dhe matutje në Ballkan, duke kërkuar që ta gjejë fatin jashtë kufive të saj. Ka qenë kënaqësi pra me lexuar një libër i cili është shkruar për politikën, por shkruar për një vendvështrim tjetër. Çka trajton autori është që, si më thon, trajton raportet politike edhe proceset historike ndërmjet periudhave komuniste dhe postkomuniste, duke e analizuar dhe ndikimin që ka pasur në politikën bashkëkohore në hapësirat e ish Jugosllavisë. Në kontekstin ballkanik, Kramarić analizon tensionet midis aspiratëve evropiane dhe traumave historike. Në këtë kuadër konceptual, libri argumenton se shoqëria kroate ende nuk është përballur plotësisht me të kaluarën. Uzbuđen. I to lijepo uzbuđen. Priština, odnosno Kosovo, predstavljeno posebno mjesto u mom životu. Ovdje sam se zapravo počeo baviti pravom diplomacijom. Ja sam tako i sam sebi umišljao kada sam bio gradonačelnik i kada sam bio predsjednik stranke, član parlamenta, da se bavim diplomacijom. Ovdje na Kosovu sam počeo doista učiti da diplomacija nije protokol, da diplomacija nije samo lijepi govori i pristojni govori, nego da je diplomacija nešto drugo, a pogotovo se to 2008. 2009. 2010. kada sam ja bio ovdje na vam, vi ste zapravo bili jedan